Çdo njeri ka dy imazhe. Imazhen e tij të jashtëm, me të cilin dallohemi prej njerëzve të tjerë, po kemi edhe imazhin e karakterit, pamjen tonë të brendshme. Imazhi i jashtëm nuk japim llogari për të te Zoti, pse dukemi ashtu si dukemi. Sepse Allahu fundi fundit është ai i cili ka caktuar se si do të dukemi dhe për këtë nuk na merr në pyetje. Ndërsa për sa i përket imazhit të brendshëm, që nënkupton karakterin ton moral, atë e formojmë vetë ne, me virtyte, me cilësitë mira, me dituri, me butësi, me durim, me fisnikëri, me bujari, edhe cilësitë tjera të mira në të cilat na nxit feja islame që të stolisemi me to. Pra nëse ne ndërtojmë imazhin ton të brendshëm në mënyrë të bukur, atëherë do të jemi robërit më të dashur të Allahu subhanahu wa taala.